Asnjë vizitor apo turist nuk do të shqetësohet nga volumi i lartë i muzikës në lokale, kryesisht pranë zonave bregdetare. Policia e shtetit po zhvillon kontrolle në të gjithë vendin për të evidentuar çdo ndotje akustike në territor dhe të ndëshkojë çdo që shkel normat e lejuara. Në një postim në rrjetet sociale, ministri i Brendshëm Besfort Lamallari shpreh se zhurma nuk është argëtim dhe kurse s'mund të jetë shqetësim për askënd që zgjedh të pushojë në vendin e tij apo dhe turistët të cilët zgjedhin bukuritë e bregdetit shqiptar. Zhurma nuk është argëtim dhe kurse s'mund të jetë shqetësim për askënd që zgjedh të pushojë në vendin e tij, apo dhe turistët të cilët zgjedhin bukuritë e bregdetit shqiptar, por jo decibelët shurdhues. Policia e shtetit do të jetë e pranishme me kontrolle të shtuara në të gjithë vendin për të evidentuar çdo ndotje akustike në territor dhe të sanksionojë çdo që nuk do t'ja di për të tjerët dhe për caktimet ligjore. Kë gënjen mendja se mund të bëjë ç'të dojë me muzikën në kupë të qiellit, duke shqetësuar komunitetin dhe turistët, ka qytetarët kundër dhe vizitorët me uniformë tek dera e lokalit. Inkurajoj qytetarët të telefonojnë 129 për të raportuar çdo shqetësim të tillë.